mashtrim me ushqim bioorganik në Amerikë dhe disa vende në Europë. Pulë me 5% ujë. Sipas një investigimi, shumica e pulave zhyten në ujë të kloruar për të vrarë bakteret dhe kështu klori në fakt depërton edhe në mishin e pulës. Shumë konsumatorë zgjedhin për të blerë pulat që paketimi shkruan bioorganike. Mund të mendoni se po merrni një produkt më të shëndetshëm duke zgjedhur një pulë organike, por këto pula pasterjes zhyten në ujë të kloruar. Për të rezistuar më gjatë, në raftet dhe frigoriferet e supermarketeve. Ndaj lexoni me kujdes etiketën që shkruan 100% e ngrirë me ajër. Kjo do të thotë që pula pasterjes dhe pastrimit është lënë në mjedis ajrit të ftohtë, në dhoma frigoriferike dhe nuk është futur në tretësirë kimike. Sipas edhe instancave të kontrollit ushqimor, pula e përpunuar duhet të ftohet në 4 gradë Celsius brenda një kohe të caktuar pasterjes. Dhe ekzistojnë 2 forma ftohjeje, në ujë ose në ajër. Shumica e përpunuesve përdorin ftohjen me ujë, ku pulat ftohen në rezervuar të mëdhenj me ujë të kloruar me akull. Pulat gjatë këtij procesi shtojnë nga 5% deri në 12% peshën e tyre, gjë që ulshien e mishit, ndërsa prezenca e klorit në ujë e bën procesin të dyshimt dhe padyshim të dëmshëm për njeriu që konsumon produktin. Ndaj dhe lind pyetje: pse lejohet një proces i tillë nga shteti, ndërsa ftohja me ajër funksionon ndryshe? Pulat pasterjes dhe pastrimit varen individualisht dhe kalojnë në dhoma të ftohjes për disa orë, ato të quajtura dhoma frigoriferike. Edhe pse spërkaten me ujë të kloruar, ato nuk zhyten në ujë të kloruar duke qëndruar në tretësirë për orë të tëra. Përfitimet e ftohjes me ajër përfshin shije më të mirë, gatim më të shpejt për shkak të mungesës së ujit, lëkurë më krokante pas gatimit dhe më pak rrezik të kontaminimit të kryqëzuar. Plus fakti që paguani vetëm për pulën dhe jo për ujin e shtuar nga qëndrimi në rezervuar me ujë të kloruar. Mënyra tharjes dhe ngrirjes përmendet në etiketë. Bëni zgjedhjen e duhur duke lexuar me kujdes etiketën. Mast Channel. Please subscribe.